Pas 75 vjetësh operimi në përkohë historike që shënuan fundin e komunizmit dhe rikthimin në demokracinë e Evropën lindore, e ardhmja e Radios Evropa e Lirë tani është në rrezik pas prerjes së financimeve nga presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump. Radio Free Europe, Radio Liberty played a global role. Mbyllja e Radios Evropa e Lirë është një dhuratë për diktatorët, tha një ish punonjës i saj, Kenan Aliyev për Reuters të hënën. Shpërbërja e organizatës do të komplikojë jetën e audiencës së saj në të gjithë Evropën lindore, tha Aliyev. Dismantle it overnight will definitely Ta heqësh, ta shkatrosh, ta çmontosh brenda natës, patjetër që do t'ua vështirësoj jetën. Ata do të fillojnë të kërkojnë informacion nga burime të tjera që janë të kontrolluara nga qeveritë represive si në Rusi, si në Iran apo si në Kinë. Aliyev ka qenë redaktor ekzekutiv i Current Time, kanali pavarur televiziv në gjuhën ruse, një projekt i Radios Evropa e Lirë. Kjo lëvizje nxiti një thirrje nga qeveria çeke që u kërkoi ministrave të jashtëm të Bashkimit Evropian të diskutojnë çështjen në takimin e tyre në Bruksel të hënën për t'i mundësuar Radios Evropa e Lirë të vazhdojë të ofrojë mbulim lajmesh në vendet ku shtypi i lirë është i ndaluar ose ende në fazat e tij fillestare. E shpallur nga Trump si një lëvizje për të reduktuar burokracinë federale, Agjencia Amerikane për Media Globale gjatë fundjavës ndërpreu grantet për Radion Evropa e Lirë, e cila transmeton në vendet në Evropën lindore dhe gjetk, duke përfshirë Rusinë, Bielorusinë, Ukrainën e shkatruar nga lufta dhe Iranin.